окраины, вот фортификационные сооружения. Туда дальше уже линия боевого столкновения. И с той стороны залетают российские дроны. Задача полицейских перехватывать здесь FPV и не пускать их уже в Краматорск. Një ekip i Radios Evropa e Lirë i u bashkua patrullës së një njësie të posaçme të policisë ukrainase kundër dronëve. Kjo zonë është një nga rrugët kryesore nga ku dronët rus kalojnë për të sulmuar objektiva civile dhe ushtarake në Kramatorsk, qytet në vijën e frontit në rajonin e Donetskut. Тут ділянка напружена. Якраз тут прилегають шляхи БПЛА на оптоволокні. Ми намагаємось тут їх зупинити, щоб не прилетіло в місто. Ріжуть логістику в основному. Услышали FPV. Летит в сторону города. Полицейские выходят на позицию. Droni po largohet dhe njësia policisë po ndryshon pozicion. Oficerët mbajnë një lek antiplombë dhe helmeta, ndërsa lëvizin në periferinë e qytetit. Sipas tyre, dronët rus janë të pajisur me copsa të ndryshme metalike për të shkaktuar dëme sa më të mëdha. Матывают патронами 7,62, більш калибра какой будет, и все. Просто як разброс, чтобы уламками поразить або автівку, або людей, ну то есть просто патрон. Ndërsa lufta me dronë zhvillohet në periferi të Kramatorskut, jeta në qendër të qytetit vazhdon si zakonisht. Складається, що тут у людей все гарно, а навпроти вже машини палять. Kramatorsk ndodhet rreth 15 kilometra nga vija e frontit, por policia thot se sulmet ruse në qytet janë intensifikuar në javët e fundit. Në fillim të majit, forcat ruse hodhën 3 bomba në qendër të qytetit, duke vrarë 6 persona dhe duke plagosur 13 të tjerë. Policia thot se nuk do as të imagjinoj se çfarë do të ndodhte nëse gjithçka që fluturon drejt Kramatorskut arrin në qytet. За 2 години пролетіло 7 дронів. 3 з них ми змогли знешкоджити, інші вони по різним позиціям розлетілися. Валера, прямо над нами! Në më pak se 5 muaj, batalioni i policisë kundër dronëve thot se ka rrëzuar gati 5.000 dron UAV. Jo shumë kohë pasi ekipi Radios Evropa e Lirë u larguan nga pozicioni, oficerët interceptuan një tjetër dron përpara se të arrinte në qytet.